Atëherë përshëndetje dhe shumë faleminderit që përmash të bëni këtë intervistë me ne. Faleminderit juve. Për shkak të një projekti në lëndën e gjeografisë dhe migracionit në Shqipëri. Dhe ne këtë temë dëshirojmë që ta shikojmë në shumë kontekste të ndryshme dhe kemi zgjedhur që ta shikojmë nga ana psikologjike. Dhe kemi përgatitur disa pyetje. Patjetër. Si ndikon emigracioni i prindërve të mirëqenia sociale dhe psikologjike në zonë? Fakti është që sipas të dhënave të statistikave të Instatit, fakti në vitin 2021 të dhënat e fundit tregojnë që më shumë se 1.6 milion shqiptar jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe prej tyre sigurisht që ka pasur dhe rikthime të emigrantëve në territorin shqiptar, por në të gjitha rastet e rikthimit, sidomos për familje dhe për fëmijët, ka pasur sigurisht ndryshime në mirëqenien e tyre si nga ana psikologjike ashtu edhe nga ana dhe sociale. Si shpesh rastet të fëmijëve që përjetojnë stres të sanë për shkak të emigracionit të familjarëve dhe si keni ndihmuar ju? Nëse do të shikojmë në aspektin e ambientit shkollor, sigurisht që ka fëmijë të cilët e përjetojnë jo të gjithë, le të themi në formën e njëjtë, pjesën e emigrimit të prindërve, ose të paktën njëri prej prindërve, se mund të ketë babai, për shembull të emigruar jashtë, ndërkohë që jeton me nënën këtu apo me motra dhe me vëllezërit. Dhe sigurisht që këta fëmijë e përjetojnë në aspektin social po dhe emocional, më ndryshe se fëmijët e tjerë. Për shembull, ne e dallojmë një fëmijë i cili është rikthyer nga emigracioni në Shqipëri, në ambientin shkollor, sepse ndihet pak më izoluar, pak më i tërhequr, nuk përshtatet dot shumë lehtësisht dhe sigurisht që këto gjëra na bëjnë që ne ta identifikojmë dhe më pas të punojmë me të fëmijë. Si ndikon rikthimi i njerëzve të emigrantëve në shkollë dhe çfarë vështirësi hasin ata në përshtatje me mjekësinë? Së pari, këtë që sapo thash, në aspektin e zhvillimit të tyre social, ata hasin vështirësi sepse ndjehen pak më të izoluar se të tjerët. E themi që kultura, rregullat dhe mjedisi ku ata kanë qenë, sigurisht që ndryshon nga ai shqiptar. Vështirësia e dytë lidhet me pjesën e aspektit gjuhësor, sepse mund të ketë vështirësi në pjesën e komunikimit dhe kjo i pengon ata që të ndërveprojnë me të tjerët. Dhe ne si shërbim psikosocial sigurisht që merremi enkas me këtë gjë, që të gjithë fëmijët të ndjehen mirë në ambientin rishkollor, të përshtaten dhe të futen në mjedisin e shkollës. A ka diferenca në sjellje dhe performancën akademike mes nxënësve që kanë prindër të emigruar dhe atyre që jetojnë në familje? Tani që bën një diferencë, do të themi që ka një diferencë, duhet bëjmë një studim me ata fëmijë të cilët janë rikthyer dhe si po ecin në anën e nivelit akademik, në krahasim me fëmijët e tjerë. Por do të heqim pastaj të gjithë faktorët e tjerë që mund të kenë ndikuar për secilën prej familjeve. Por që sigurisht në nivelet akademike, për këta fëmijë të cilët rikthehen, ka ndryshime dhe ne janë në nivele pak më të ulta se sa ata fëmijët e tjerë, të cilët kanë një vjedhshmëri normale në ambientin shkollor, për shkak të sfidave të cilat ata hasin kur vinë të rikthehen në ambientin shkollor. Dhe kjo është e ndryshme në etapa dhe mosha të ndryshme. Pra, ndryshe janë fëmijët që në fëmijërinë e hershme, dhe mënyra si e përballojnë ato rikthimin në ambientin në territorin shqiptar, dhe ndryshe janë fëmijët e tjerë që mund të jenë në fazën e moshës adoleshencës. Cilat janë disa nga problemet më të shpeshta psikologjike që vëren të fëmijët e prindërve emigrantë? Si mund të menaxhohen? E para është ndryshimi i humorit, zakonisht për fëmijët e vegjël të cilët të rikthehen ose që janë pjesë e ambientit shkollor, qoftë në klasat e para apo klasat e dyta dhe kanë ardhur nga një ambient tjetër, të paktën për 2 javë të para kanë rrinë pak më të izoluar, ka një ndryshim humori, ndjehen pak të trishtuar, sikur nuk përfshihen dot në pjesën tjetër të fëmijëve. Dhe sigurisht këto më pas, nëse nuk punohet me këto fëmijë dhe nëse nuk arrin dot të pjesë të integrohen me fëmijët e tjerë, sigurisht që do kenë vështirësi dhe më pas dhe në nivelin e tyre akademik dhe në përshtatje. Si ndikon mungesa e një figure prindërore në zhvillimin social dhe emocional të një fëmie? Të gjitha gjasat e studimet, por jo vetëm, dhe ne vetë shikojmë në ambientin e përditshëm dhe në punën e përditshme, që sigurisht mungesa e njërit prej prindërve në të gjitha aspektet,
qoftë për nënën që për babain, kur mungon dhe tek fëmia sjell pasoja dhe efekte psikologjike. Madje mungesa e babait dhe rolit të babait ndikon shumë në zhvillimin socio-emocional të fëmijës, duke çuar madje dhe duke rritur mundësi për pasur probleme në sjellje. Dhe është vërtetuar tashmë që për fëmijët të cilët i mungon njëra për figurave prindërore, me shumë gjasa, që nga fëmijëria e hershme, kur janë të atashuar me njërin prej prindërve, cili prej tyre ka rëndësinë e vet në zhvillimin e fëmijës, sikurse babai, sikurse dhe nëna. Nuk mund të themi që babai është më i rëndësishëm dhe nëna është më pak e rëndësishme apo e kundërta, se të dy kanë rëndësi shumë të rëndësishme, dhe madje mungesa e njërit prej tyre mund të sjellë pasoja afatgjata. Kjo që shtrihet që nga fëmijëria deri në adoleshencë, madje në adoleshencë, kur kemi mungesën e babait, për shembull nëse është në emigrim, që jemi në aspektin e emigrimit, me shumë gjasa mund të kemi fëmijë të cilët mund të përfshihen lehtësisht në problematika të sjelljes, ose në sjellje që mund të jenë të rrezikshme apo antisociale, qoftë edhe thjesht konsumimi duhanit, alkoolit, përfshirja në grupe të shoqërore të rrezikshme, të cilat mund të sjellë të përshtatshme, ndoshta edhe të vajzat ndonjëherë dhe shtatzanin e padëshirueshme, për shkak të mungesës së kontrollit nga njëri prej prindërve. A mendoni se shkolla ka burime dhe mbështetjen e duhur për të ndihmuar fëmijët e prekur me emigracionin? Shkollat kanë dhe themi mundësinë për të pasur gjithnjë më shumë përmirësim në punën që ne duhet të bëjmë, dhe themi me secilin prej fëmijëve, qoftë atyre të cilët janë pjesë e reintegrimit nga emigracioni, qoftë për fëmijët me problematika të tjera. Burimet nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, duhet të jenë gjithmonë në përmirësim, por patjetër që shkolla luaj një rol shumë të rëndësishëm në aspektin edukues. Pra përveç familjes, që është struktura e parë kryesore, shkolla sigurisht që është struktura e dytë shumë e rëndësishme edukuese për fëmijët. Dhe një nga, le të themi, asetet që është shtuar shkollës, pikërisht shërbimi psikosocial i vendosur ENKAS për të ndihmuar të gjithë fëmijët, qoftë dhe të afërmit, familjarët, mësuesit, që të gjithë së bashku të bëjmë të mundur që secilin prej problematikave që janë të rëndësishme dhe ta zbejmë dhe të jenë në funksion të mirëritjes së fëmijëve. Ju si psikologe, sugjeroni që fëmijët, familjet që ndodhen në Shqipëri të emigrojnë në anën psikologjike të fëmijëve? Kjo është një pyetje pak sensitive, sepse nëse ndër vite shqiptarët kanë emigruar për kushte dhe shkaqe ekonomike, ka pasur dhe plot raste të tjera të cilët familjet shqiptare kanë emigruar për më mirë, ndoshta edhe për t'u arsyetuar. Dhe sigurisht që sfidat në vendin dhe ambientin apo në territorin jashtë Shqipërisë nuk janë gjithmonë aq të lehta për të përballuar. Nëse ndikojnë në mënyrë pozitive në mirëritje dhe zhvillimin e tyre, sigurisht që emigrimi ka dhe efektin pozitiv. Por nëse do e shikojmë në aspektin e territorit shqiptar dhe Shqipërisë, ku pjesa më e madhe të rinjve tashmë po emigrojnë jashtë Shqipërisë dhe nuk kemi më të njëjtën moshë të re, me shumë gjasa për shqiptarët dhe Shqipërinë nuk është një gjë e mirë. Ishte kënaqësi që patëm mundësi të bënim këtë intervistë. Faleminderit dhe juve.